Gjimnazit Themistokli Gërmenji në qytetin e Korçës është një ndër 10 shkollat e përzgjedhura në të gjithë vendin për projektin e Festës së Europës. Në këtë kuadër me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të ambasadës italiane në Shqipëri, Drejtorisë Arsimore në Korçë dhe mësuesve të gjuhës italiane, një grup nxënësish kanë përgatitur material lidhur me këtë ditë. Në video projektor përpara të pranishmëve u shfaq një material i shkurtër lidhur me rëndësinë e ditës, e cila përkujtohet në të gjithë vendet e Europës, që është data 9 maj. Në kuadër të ditës Festës së Europës, ne si nxënës të klasave të dieta të shkollës Themistokli Gërmenji, përgatitëm disa aktivitete. Fillimisht organizuam një insert filmik, ku paraqitëm disa nga segmentet më të rëndësishme të historisë së Europës dhe dham disa mesazhe të ideuara nga vetë ne si nxënës në lidhje me aspiratat që kemi për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Në lidhje me këtë aktivitet janë organizuar të gjithë nxënësit e klasave të dieta. Interesi që u treguan nga jonë si nxënës ishte shumë i madh, sepse ky projekt është me të vërtetë i rëndësishëm, jo vetëm për ne si qytetar, si nxënës, por për të gjithë ne si shqiptar. Në këtë projekt paraqitëm në PowerPoint disa nga segmentet më të rëndësishme, sekuencat të historisë së Europës, ku gjithashtu nxënësit kishin paraqitur edhe disa foto, disa imazhe të ndryshme për të ilustruar më mirë historinë e Bashkimit Evropian dhe rëndësinë që kjo organizat ka. Nxënësit kanë përgatitur edhe një ekspozitë fotografike me sekuenca nga përditshmëria e jetës në qytetin e Korçës, por edhe në Shqipëri.